Të dy ish-banorët e shtëpisë së famshme Loredana Brati dhe Xheneta Fetahu kanë ngjatur kurreshti të madhe me postimin e fundit në rrjetet sociale. Të dyja vajzat janë parë bashkë pas një kohe të gjatë dhe duket se diçka po zihet mes tyre. Në një foto të ngrohtë ku shfaqen të buzëqeshura, të veshura me shumë stil dhe duke shijuar një darkë miqësore, Loredana i ka etiketuar Xhenetën me mbishkrimin intrigues "Cooking", ndërsa Xheneta i ka shpërndar foto me përshkrimin dhe më intrigues "Po vjen". Ky mbishkrim ka mjaftuar që ndjekësit të shpërthenin në komente dhe ha mendësime të ndryshme se çfarë po vjen nga të dy vajzat. Që nga pjesëmarrja e tyre në spektaklin e njohur si në Kosovë ashtu edhe në Shqipëri, Loredana dhe Xheneta kanë qenë ndër emrat më të komentuar në media dhe rrjetet sociale për stilin, karizmën dhe miqësitë e krijuara brenda dhe jashtë shtëpisë. Megjithëse asnjëra për tyre nuk ka dhënë ende detaje se çfarë saktësisht po vjen, duke lënë publikun në pritje dhe kurreshtje. Një gjë është e sigurt, bashkimi i Loredanës dhe Xhenetës nuk është i rastësishëm dhe çfarëdo që po përgatisin, duket se do të tërheqë vëmendjen e të gjithëve.